Dhe ne kemi gabime shumë të mëdha në protokollet mjekësore 100 vjeçare. Dhe jo vetëm kjo, por ne po tregojmë edhe veten tonë në aspekti human dhe njerëzor, duke përdorur metoda në luftën kundër kancerit, që po i kthejmë jo në i burim human siç duhet jetë mjekësia, por plot me dhimbje dhe plot me gjymtim të fazave të kimioterapis. Dhe më kryetoria, kush është gabimi më madhor? Gabimi më madhor është që ne në luftën kundër kancerit e kemi nisur si një gjendje lufte mbijetese, dhe jo si një gjendje harmonike dhe mirëqenie. Ignorancë pa parë. Personat e tillë pretendojnë se shërojnë kancerin duke mos e ditur se çfarë është kanceri në radhë të parë. Madje këta persona nuk kanë njohuritë më bazike në lidhje me kiminë as biologjinë, e të mos flasim se si reagon kimioterapia tek persona që i nënshtrohen asaj. Kanceri është një term gjeneral që përfshin me qindra lloje të ndryshme kancerësh dhe secili kancer ka nën tipet e tij që shkojnë me mira të tilla. Kështu që nuk ka dietë, pika e ilaçe specifike që shëron kancerin. Një tjetër gjë që duhet ta dinë këta persona para se t'i marrin në qafë njerëzit është se kanceri është qeliza jote, është organizmi yt e trupi yt, dhe prandaj as sistemi imunitar nuk e lufton atë, sepse i bie ta luftoj vetveten. Dhe kështu ajo shumohet e rritet pa problem. Tani të kalojmë tek pika kyçe. Këto dietat e tyre, vitaminat, ushqimet natyrale e lëngjët, kanceri i pëlqen fort. Madje i pëlqen më fort se qelizat normale, sepse ato i mundsojnë kancerit të rritet e zhvillohet me shpejtësi. Dhe për këtë arsye, njerëzit në fazat e fundit të kësaj sëmundje bien në peshë, duken të dobët e të hollë, sepse qelizat kanceroze, ndërsa rriten e shumohen, thithin çdo lëndë ushqyese në rrjedhën e gjakut. Për këtë arsye, dietat e rreme të këtyre, ushqimet magjike, pikat e rushdiut e hetem Ramadanit nuk funksionojnë fare. Ato veç të kundërtën bëjnë, forcojnë më shumë kancerin. Megjithatë, kimioterapia përfiton nga ky fakt, nga fakti se qelizat kanceroze hanë në masë të madhe ushqimin në rrjedhën e gjakut, marrin ushqimin shumë më tepër se qelizat normale. Mjekët onkolog, ta themi në thojza, helmojnë trupin duke e ditur se shumicën e kimioterapisë do të hajë qeliza kancerogjene, dhe kështu ato do të vdesin para qelizave të shëndosha. Dhe kjo është e njohur në literaturën shkencore. Helmimi i këtij lloji është një lloj arti në vetvete, që veç onkologët dinë ta bëjnë. Doza e duhur duke matur të gjitha parametrat e pacientit. Qelizat kanceroze janë prej qelizave që shumojnë jashtëzakonisht shpejt në krahasim me qelizat normale. Megjithatë, kemi edhe disa qeliza normale që kryejnë ndarjen qelizore më shpejt se qelizat e tjera normale, dhe këtu mund ta avërejmë efektin e kimioterapisë tek ato qeliza. Për shembull, personat që marrin kimioterapinë fillojnë të bien flokët. Pse? Sepse folikulat e flokëve kanë një ndarje të shpejtë qelizore. Gjithashtu edhe qelizat e mukozës së stomakut dhe zorrave kanë një ndarje të shpejtë qelizore, dhe prandaj kimioterapia ka efekt më të fortë tek këto qeliza. Dhe është e njohur se kimioterapia shkakton diarre dhe dvjella. Gjithashtu mund të shkaktojë edhe anemi sepse qelizat seminale në palsën kockore kryejnë ndarje qelizore në intervale të shpeshta. Duke e ditur se qelizat kanceroze janë prej qelizave që kryejnë ndarjen qelizore në masë të paparë, atëherë edhe efekti i kimioterapisë do të jetë shumë i madh tek ato. Nëse puna do të ishte kaq e thjeshtë, nuk do të ekzistonin as mjekët e as spitalet. Me dietat e tyre, çdo gjë do të ishte në rregull, por kjo nuk është fare e vërtetë. Kemi Steve Jobsin, miliarderi dhe shefi i Apple, që u diagnostikua me kancer dhe nuk deshi t'i futej kimioterapisë dhe rrezatimit. Zgjodhi dietat dhe ai kishte para të provonte dietat më të mira nga nutricistët më të mirë në botë. Nuk kaloi viti i u kthye mjekëve onkolog, por tani më ishte bërë gjithçka vonë për të. Vdiq nga një kancer që kishte gjasa të mëdha të kurohej kohën kur e kapi.